5 vite më parë, kur mora për të parë karrikën e kryetarit LDK-s, kam ditur qartë se ky funksion, kjo karrike nuk më përkeste përjetësisht. Ishte një besim i dhënë përkohësisht nga ju, një përgjegjësi që duhet mbajtur me nder dhe një ditë sërish do t'i kthehet kësaj shtëpie. Gjatë këtyre 5 viteve, kjo detyrë është bërë pjesë e jetës time. Kam jetuar me barrën e saj, kam përjetuar gëzimin e çdo suksesi të LDK-s dhe peshën e çdo humbje e të saj. Ka pasur ditë kur kjo shtëpi më ka dhënë krenarin më të madhe. Ka pasur edhe ditë kur më ka rënduar edhe më shumë se ç'mund të bartë një njeri e ç'mund ta kem treguar ndonjëherë. Nuk kam qenë as i përkryer e as i pagabushëm, kam marrë vendime që mund t'i kisha marrë ndryshe, kam marrë vendime që s'duhet t'i merrja ndryshe. Mund të kem bërë krenar e mund të kem lënduar pa ndonjë dashje, por një gjë mund t'ju a them me ndërgjegje të plotë se asnjë vendim, asnjë veprim dhe asnjë sjellje nuk e ka marrë duke menduar për veten para lidhjes demokratike të Kosovës. Kjo shtëpi politike ka qenë familja ime, si pres i saj ka mbrojtur familjen time. Me çdo çmim, me çdo kusht, në aftësinë e dijen më të mirë timen. Dhe këtë rrugë nuk e kam bërë vetëm, e kam bërë bashkë me ju, e kam bërë edhe me disa prej atyre që sot e kanë kërkuar këtë kuvend. Kemi punuar bashkë, kemi besuar te njëri tjetri dhe kemi mbajtur së bashku përgjegjësinë për lidhjen demokratike. Sot mund kemi dallime të thella, por ato nuk mund të fshinë rrugën që kemi bërë së bashku. Nuk mund dhe nuk duhet të na bëjnë të huaj. Pikërisht për këtë, kjo ditë nuk është e lehtë për mua, jo për shkak të karrikës, karrikat merren, mbahen dhe një ditë lihen, por sepse është e rëndë të qëndrosh përballë njerëzve me të cilët ke ecur gjatë dhe të kuptosh se sot nuk na ka mbledhur ajo që duhem të ndërtojmë bashkarisht, po kërkesa për ta rrëzuar njërin prej nesh. Përpara se të jemi kundërshtar në këtë çështje, kemi qenë dhe jemi bashkëpunëtor. Përpara se të ndahemi rreth një emri, kemi qëndruar bashkë rreth një ideje dhe pas si kjo ditë kaloi, ajo ide duhet të mbetet është lidhja demokratike e Kosovës.